Përshëndetje dashur miq kanalit tim zyrtar në YouTube, Pink Official. Sikur punaret në grupet por Qa veni eret ndryshme të unë jam rrujtë sot të kapshim jeni me rëshfje video tani. Atëherë, përshëndetje dashur miq të Pink në YouTube, në ekran, në monitor, në schermo piatto, i gjitha me dhe më thënë. Tema tema më zgjedhur për sot është një temë gjithësi e komplikuar në një farë mënyrë, jo se ka një gjuhë komplikuar, por sepse shumica e jonë kanë haruar vlerën e kësaj fjale. Tema në Pink i trajtuar nga vijës e sot është dashuria. Çfarë është dashuria? Dhe pse bota ka harruar të dashuroj? Ndoshta sepse janë shumë të zonë në punë, jo, s'ka bëra. Ndoshta sepse çdo gjë është bërë komerciale në jetë. Ndoshta kam frikë se edhe dashuria është bërë komerciale. Dhe dikush dikur më tha, Kaninsa nuk ja vlen të dashurosh. Dhe ka pasur krejtësisht shumë gabim, sepse njëri që nuk dashuron atëherë nuk ja vlen të jetojë. Gjithë jeta jonë është një marrëdhënie. Në gjithë kohën. Dhe në çdo qast, në çdo moment, në çdo vend. Kudo që trupi këmba shkel, domethënë, është një marrëdhënie, është një dikush që e duam, dikush që na don, dikush që mendon për ne dhe dikë për cilin ne mendojmë. Domethënë, bota moderne ka harruar vlerën e dashurisë. Dhe kjo nuk është një gjë e mirë. Kanë kaluar çdo gjë në komercialitet, duke shitur trupin e tyre me lekë, duke kujtuar se çdo gjë në jetë është leku. Por para vlerës së njeriu leku nuk është asgjë. Vlerësoni veten. Jepini vlerën e duhur çdo gjë një. Se një njeri që nuk di të vlerësoj veten e vet, nuk di të vlerësoj të tjerët. Dhe një njeri që, domethënë, nuk di çfarë mesazhe të japë, dhe nuk di çfarë ku po shkon dhe çfarë do bëj të rritet. Pink është një kanal i dedikuar më shumë si ta shpjegoj unë, është një kanal i dedikuar më shumë humorit, por në njerë dhe qasë në këtë më serioze. Dhe kjo tema e dashurisë, kjo është vetëm seria e parë që tani po e mbyll themelja të muzikës, por të kemë shumë tjera të kushtuara kësaj teme. Ka Pink, ciao.